Kuksi e mbyll keq vitin 2015, duke mbetur për herë të parë në klasë përballë Tiranës në fushën e tij, sepse shënon humbjen e parë. Bardhë dhe blutja dalin në Zeqyri Meri duke shënuar vetëm një gol, por që merr vlerën e pikëve. Skuadra e Tanjerit i Nirdaja vendoset mirë në fushë dhe din ta vjel 3 pikshin përballë një ekipi vendas që nuk tregoi dhëmbët, ashtu siç jemi mësuar ta shohim sezonet e tjera në Superligë. Minuta e 31 bëri diferencën e gjithë ndeshjes kur pasi topit të Bakajt e një goditje dërimi, një pas i saktë i Kërçikut për Muçën kthehet në gol. Mbrojtësi shtatlart që ka provuar të vesh 6 herë bluzën e kuksianëve, si duket ja dinte pikën e dobët atyre. Godet me kokë dhe 0-1. Të tilla shifra betonohen dhe s'lëvizin nga vendi edhe pse ndeshja prodhon minuta dhe raste të tjera. Pas ndryshimit të detyruar të Bulkut me Gilman Likën, Tirana mbrohet mirë dhe nuk toleron. Kuksianët minutën e 39 kanë një pretendim për 11 metrash, pasi sipas tyre Muça ka prekur topin me dorë, ndërsa Flores në minutën e 41 godet mjeshtrisht, por topi nuk i bindet adresës së saktë dhe këmbës së tij, por del jashtë ngjitur me shtyllën. Kaq mjafton për të parën, ndërsa pjesa e dytë duket se luhet në një portë. Në minutën e 55, Lika nxjerr nga arsenali i tij një goditje brillante, por Bakaj mërkullon me pritjen e tij. Fortuna e sulmit vion në portën e Tiranës dhe në minutat 80, 86 dhe 92, kur sulmuesit vendas tregohen të paaftë të paktën të marrin barazimin. Gabimet e tyre e lehtësojnë barrën e mbrojtjes dhe portierit dhe asgjë nuk ndof. Si pa kuptuar vjen vërshëllima e fundit e gjyqtarit Pashaj, atë shumë janë atemuar para ndeshjes nga stafi bardhë dhe blu, por që realisht asgjë s'pati për t'i vënë gishtin kundër tij. Tirana ka përcjell një pengesë serioze në Kukës, duke kaluar madje ato edhe në renditje dhe sipas presidentit Refik Halili, tashmë skuadra e tij është në rrugën e duhur në Europë. Laçi bën detyrën në shtëpi ndaj një rivali modest si ekipi i Tërbunit. 4-0 janë shifrat në fundin e 90 minutave, ku të besuarit e Armando Cungut nuk e vun për asnjë çast në diskutim fitoren. Nga ana tjetër Tërbuni reziston vetëm 44 minuta, më pas gjithçka flet në favor të kurbinasve. Fillimi i takimit është i qetë me Laçin që merr iniciativën i pari. Rasti i parë në këtë takim shënohet në minutën e 13, kur James nuk arrin të realizojë nga brenda zonës, pasi Haxhi është i saktë në ndërhyrje. Një minutë më vonë provon kapiteni Velia nga distanca por jashtë kuadratit. Në minutat 32 dhe 33 është Agimeto ai që shfaqet rrezikshëm. Në të dy tentativat e tij, mesfushori nuk arrin të shënjestrojë portën e Haxhës. Rasti i parë për miq shënohet në minutën e 35, Mona harkon një top në zonë, por i riu Selmani që luan në vend të Vujadinovic është i vëmendshëm duke larguar topin. Pas këtij momenti kurbinasit fiton një goditje të lirë, të besuarit e Cungut kërkojnë ta zgjidhin me një skem këtë moment. Velia është ai që godet, topi kalon ngjitur me shtyllën pingulet e portës. Në të 37 miq mbeten me 10 lojtarë në fushë, Dana ndërhyn në mënyrë të parregullt ndaj James dhe ndëshkohet me të kuq. Goditjen e dënimit e merr përsipër vet afrikani, por gjuajtja e tij ndalet në murin mbrojtës. Në fundin e pjesës së parë, Laçi gjen golin e avantazhit. James bën çdo doj me mbrojtjen mike dhe harkon në zonë, aty ku Nimani godet saktë me kokë, duke kaluar të tjerët në avantazh. Këtu mbyllet pjesa e parë. Në fraksionin e dytë të takimit, Laçi kthehet më shpërthyes me James, i cili realizon një dobjet fantastike për ekipin. Në minutën e 51 të takimit, Milenkovic ndërhyn në mënyrë të parregullt brenda zonës ndaj James dhe për kryesorin Durmishi ka 11 metrash. Nigeriani merr vetë përsipër ekzekutimin e penaltisë, duke ngritur në 2 numrin e golave për të tjerët. Minutat në vijim flasin për kurbinasit që kanë mundësinë e golit të tretë, fillimisht me kapitenin Veliaj dhe më pas me shkodranin Imani, por pa arritur të shënojnë. Ajo që vlen të theksohet është edhe rikthimi i Cetkovic që u aktivizua në minutën e 59 të takimit. Kurbinasit realizojnë golin e tretë në të 60-ën. Është edhe një herë tjetër James që me një goditje të saktë përshëndet rrjetën, duke shënuar golin e tretë dhe të dytin personal në këtë sfidë. Goli 4 vjen në minutën e 83 nga Shkodrani Gocaj që me një goditje të kalibruar mposhtë portierin Haxhu. 3 pikë të rëndësishme për kurbinasit që i bën një mbyllje të mirë vitit 2015 dhe presin përforcimet e merkatos së janarit për pjesën e mbetur të kampionatit, ndërsa Tërbuni e mbyll këtë vit në vendin e fundit. Vllaznia merr fitoren e dur kundër kundërshtarit të dur. 3-2 imponon shkodranët përballë Bylis që i ka friksuar jo pak në fund kur ka shënuar të 2 golat, madje duke rrezikuar edhe një barazim që do të kishte qenë një befasi e vërtet.
Kuqeblut kërkonin rezultatin për të kaluar në renditje pikërisht ballshotët dhe impaktin në fushë është ai Duri. Arbri bëhet protagonist menjëherë me inkursionin në djathtë dhe krosimi i tij pas vetëm 77 sekondash lojë, mbërrini për pikë për Shtubinën që me kokë shënon golin e avantazhit. Në vështirësi Bylis që tronditet dhe rrezikon të pësojë sërish në një aksion fotokopje në minutën e 7, por këtë herë në krosimin e Arbrit topi i goditur nga Marku përplaset në shtyllë. Presingu i shkodranëve mbyt që në fillim aksionet e Bylis, ndërsa Cicmile, më pas edhe Kalaja, rrezikojnë portën e Bylis. Megjithatë Vllaznia siguron rezultatin në minutën e 36 me Çinarin. Spektakolare akrobacia sulmuesit shkodran që nuk i lë asnjë mundësi tjetër portierit, veçse të nxjerr topin për herë të dytë nga rjeta. E mendojnë ndoshta më shpejt të fituar takimin kuqeblut, sepse me rifillimin e lojës Bylis tenton të futet në lojë. Shënon Hoxha 9 minuta nga rifillimi, por sinjalizohet pozicioni jashtë loje që fashit me shpejtësi gëzimin e mesfushorit. Akoma përpara Bylis dhe përsëri me fat Vllaznia, që këtë herë i falet traversës që mbron portën e Dragojevic në ekzekutimin e Pepës. Lë hapësira në fakt formacioni ballshot dhe i shfrytëzon më së miri Çinari në minutën e 82. Kombinim interesant me Shtubinës e Arbrit që jep një asist për Çinarin i pagabueshëm në këtë rast. 3-0, por që në vend ta bëj Bylis të dorëzohet ka efektin e kundërt. Topi gjatë për Pepën që shfaqet i vetëm përballë portierit 4 minuta nga fundi, është e thjesht për sulmuesin të shënoj, por Bylis nuk mjaftohet këtu, sepse në të 88-ën është Hoxha që rejap lojën në zhvillimet e një goditje këndi. I sakt në goditjen me kokë mesfushori, por fatet e ndeshjes nuk ndryshojnë. Humbja dytë radhazi për Bylis i frenuar në 13 pikë. Javë të mërshme mund të konsiderohet kjo për ballshotët që humbasin 2 herë në harkun e 4 ditëve kundër 2 rivalëve direkt. Ngjitet në 15 pikë Vllaznia, duke e kapërcyer Bylis e duke ndjekur hapin e flamurtarit në misionin mbijetesë. Mirë, jemi kthyer përsëri në studio, do ta nisim me Tiranën. Atëherë zoti Sheri, kjo ishte një mbyllje e bukur e dy fazave, jo aq të mira për Tiranën. Ishte me të vërtet mbyllje e bukur, të fitosh në Kukës nuk është lehtë. Tirana ka 4-5 vjet që nuk fiton Kukës asnjë ndeshje. Dhe kjo ishte një ndeshje e luajtur me shumë saksi nga ana e ekipit, drejtuar me shumë kompetencë dhe profesionalizëm nga trajneri Lirdaja, që unë profitoj nga rasti ta përgëzoj për punën që po bën vazhdimisht ke Tirana dhe dora e tij po duket ndeshje pas ndeshje ke ekipi i Tiranës. Sot ka qenë një ndeshje për mendimin tim, ndeshje taktikisht e përpik nga ana e Dajës, ku në fillim sulmoi, u arrit të shënohet goli që po shohët në sekuenca, si pasojë një skeme të praktikuar vazhdimisht edhe në stërvitje. Dhe pastaj u administroi loja me shumë qetësi, duke pas parasysh që nuk ishte kollaj të administrohesh, pasi lojtarët e Kukësit janë lojtarë shumë të mirë, ata brazilianë sidomos. Dhe si përfundim, kjo që një mbyllje shumë e mirë dhe ashtu siç dëshironin të fazës dytë. Çfarë nuk keni bërë si duhet që nuk jeni në 3 ekipet e para? Që ta analizojsh pse Tirana nuk është ke ekipet e para, ose nuk është ke e para, siç është këto gjithë historinë e futbollit shqiptar, ka shumë faktorë. Faktorët janë shumë. Mos harrojmë që para 2 vjetësh Tirana ishte duke shkuar në kategorinë dytë. Si pasojë, e thash edhe shpar, e një keq administrimi, nuk mund ta them kështu publikisht me dashje, por edhe pa dashje nuk mund të administrohet një klub si Tirana ashtu siç u administron, nga ata që administruan për 4 vjet, dhe çon në atë grad, në atë situatë që shkoi Tirana. Dhe nuk është shkollaj që nga ajo situatë të shkosh pastaj marrësh titullin kampion. Kjo që ne po kemi për menaxhimin nga bashkia? Patjetër nga bashkia. Mund të mçiftet realitetin. Një administrim që mund të patur keqdashje apo pa aftësi. Unë nuk kam dëshirë të them publikisht që ka qenë keqdashje, kupto, por të gjithë gjasat që janë, sepse pa aftësi nuk mund të ketë në drejtimin e Tiranës. Tirana është Tirana, ashtu kur e morën Tiranën në administrim ata, Tirana ishte kampion. Apo ishte nën kampion, konkuronte me Skënderbeun, fitoi Superkupën, fitoi Kupën, në finale me Skënderbeun, pra Tirana ishte aty. Dhe e morën në administrim Bashkia e Tiranës, ish stafi i bashkisë dhe e çuan aty ku e çuan. E thash së shpari që ta ngresh Tiranën, ta ngresh ekipin nga ajo kuqe, ta çesh të dali kampion është pak e vështirë. Është shumë e vështirë bile. Duke pas parasysh që ka dhe konkurrent fuqishëm si Skënderbeu, që tashmë është i konsoliduar, po edhe Partizani patjetër. Partizani nuk mund ta diskutojmë që edhe Partizani, por thash Partizani ka shumë punë për të bërë. Mirë. Gjithsesi, vitin e kaluar ishte deri 3 ndeshje para fundit të kampionatit luftonit për kampion.
Patjetër. Pse ky çedim këtë sezon? Fazën e parë mbylli dhe gjysmën e parë kampionatit ka mbyllur e katërta. Dhe goxha diferencë nga Kreu. Po, patjetër. Ndërsa Ilir Daja i dyti. Domethënë që nga momenti që Ilir Daja merr drejtimin e skuadrës, është i dyti, Skënderbeu i pari, Tirana pikët e mbledhura që nga po gjykojmë në komplekt, jo trajnerit. Të diskutojmë. Domethënë, rezultatet dobta të këtij fillim kampionati janë edhe si pasojë mungesës të sulmuesit të ekipit të Tiranës. Ne besum shumë ke Gilberto, që ne e kishim para 2 vjetësh. Mendojmë që me shtetin që do të kishte nga krahët, ne do të realizonim, do të finalizonim. Por ai doli një dështim në merkato, siç mund ndodhin në gjithë botën, kuptohet. Dhe ne problemin e njeriu të gol po e vuajmë shumë. Por do ta eliminojmë shumë shpejt edhe fazën. Po bashkia është në krah fazën të Tiranës, bashkia e Tiranës sot. Patjetër që bashkia deri në këtë moment bashkia nuk ka asnjë kontribut. Deri në momentin që flasim. Deri në momentin që flasim. Në ç'kuptim? Dhe unë duke qenë dhe administrator i vjetër, duke pas administruar edhe institucione tjera përveç Tiranës, di që buxhetet miratohen në fund të vitit paraardhës, kupton? Në shkurt mars. Kështu që ky buxhet i këtij viti ishte i miratuar në vitin pas paraardhës për Bashkinë e Tiranës dhe nuk ishte shifra shumë qesharake e alokuar për klubin e Tiranës, për 3 milion lekësh vjetra dhe titulli vesh që ishte për investime në klub, 3 milion lekë vjetra. Pra ky ishte buxheti i miratuar nga Bashkia e kaluar për Tiranën. Se çdo të bëj Bashkia aktuale, stafi aktual i Bashkisë, kryetari aktual i Bashkisë, ne do ta shikojmë. Unë nuk mund të them. Problemi vjet se keni pas vetëm te financat. Jo, te financat e keni pas. Problemi kryesor financat e Tiranës, sepse keni pas financat. Bashkia ish administrimi i Bashkisë, i klubit, i kalon Tiranës i borxh për 2 miliard lekë, e pabesueshme, por 2 miliard lekë vjetër. Që do të thotë borxhet të krijuara në të gjitha drejtimet, me lojtarë të largu, në mënyrë të padrejtë, me borxhet e të tretëve ndaj institucioneve shtetërore, me borxhet ndaj privatëve për shërbime të kryer dhe të papaguara, gjyqje të humbura pafundësisht, sepse janë largu futbollistë apo firma të ndryshme që kanë atakuar klubin në gjyqje dhe i kanë humbur, borxhe të pafundme. Kush i ka ngardim? Dhe shpresojmë klubi Tirana. Këto janë në ngarkim të klubit Tiranës, normal, por këto janë ne kemi kërkuar nga bashkia aktuale, kërkuam edhe nga bashkia e kaluar, por nuk u mor parasysh, kemi kërkuar që këto janë borxhe të krijuar nga administrata e bashkisë, se klubi ka qenë pjesë e bashkisë, ka qenë ndërmarrje e bashkisë, ose shoqëria aksionere me 100% aksionet të bashkisë. Atëherë, këto janë borxhe të krijuar nga bashkia. Premtimi është që një pjesë e mirë e këtij borxhi do të shlyhet nga bashkia me buxhetin e këtij viti, duke qenë se është edhe aksionere, 34%. Pra, mjafton që të plotësohet të 34% aksionet veta, atëherë klubi i Tiranës do të marrë frymë. Do rregullojnë prapë kampionët dilnin. Me që e përmendët. Nuk i dihet. Ta shohim, takohemi ndoshta ju Gerdo na thrasin qershor, do të flasim, nuk i dihet. Skënderbeu është vështirë për të kaluar, po tjerë jo në qershor, në maj, se në qershor do shijojmë Shqipërinë në Skënderbeu është vështirë për të kaluar, por të tjerë pastaj jo të Tiranës jeni çik të frikshëm në parashikime se ka qenë presidenti Rida Lili, tutet të vshëje, vjetën duket, vitin që Tirana rrezikonte dhe tha që Tirana e quajnë të gjithë të rënë. Tha, unë s'dua t'i them këtu, tha, po mund t'ju shkruaj një letër, tha, ka të skuadra që do dalin. Verifikoi që nuk doli vet, por që me vetëm njëra nuk i doli nga ato të katërta. E pranoi më mbrapa pasaj. Historia ka treguar që nuk flasim kot. Edhe këtë herë nuk flas kot. Mirë, mos të fillojmë me që e përmendët Gilberto. Pse nuk e mbajtë deri në fund? Me ardhen e Ilir Dajës për shkakun mund të ishte më efektiv. Gilberto kërkoi vet, domethënë nuk e ndjente veten komod. Po pse lëshua, sepse në momentin që jo kërkoi të prishi kontratën dhe ne futbollist me forcë nuk mund të marr. Kërkoi të prishi kontratën me çdo kush do të ta prishte. Ndoshta dëgjum që kishte një ofertë nga diku larg, edhe ndoshta ka pa më transhysh me Tigani. Por nuk po përshtatesh me Tiranë. Po. Me që përmendën dhe gjyqet, ndoshta nuk ka lidhje me fushën, po sot është zbardh lajmi që trajneri i shkarkuar Shkëlqi Muça ka fituar gjyqin me Tiranën dhe klubi i Tiranës i detyrohet 40 milion lekë. Trajneri meqense ky lajm ka dalë në media, atëherë unë nuk po dua që të bëj hipokritin. Por po them që Muça kërkoi të marr atë
dëmshpërblimin, po themi thojza, për 3 vjet të kontratës që ne kishim bërë në mirë besim me Muçën, pa penalitete, duke pasur besim të plot që Muça do ta plotësoj 3 vjeçën dhe do të shkojë edhe më tej në bashkëpunim me Tiranën, por rezultatet flasin vetë afrimi e tha që Ilir Dajer në momentin që ka ardhur është i dyti mas Skënderbeut. Ne kur hiku i Çimi ishim të 10 të kujtim ishim. Unë nuk kam, sepse unë Çimin patjetër që e kam mikë Nëse edhe kontrata bëhet me klauzul. Nuk dëshiroj, kontrata ishte pa klauzola, në mirë besim dhe me kontratë gjentilmenesh. Mi po zyrtarisht e keni humbur gjyqin. Jo, normal, zoti Muça kërkoi 3 vjet, neve si klub, zoti Halili domethënë premtoi që do të shlym aq pag sa ka punuar për 4 muaj, 1 muaj ka marrë dhe 3 muaj të tjera. Nuk ram dakord në seancën e pajtimit. Janë shklyer këto 3 të tjera? Urdo? Janë shklyer këto 3 të tjera? Jo, neve jo ofruam Muça sa nuk pranoi. Jo, ofruam. Nuk pranoi. Atëherë lam në gjykim të dhomës të konflikteve atje në federat dhe ata gjykojnë që ne duhet të pagojmë edhe 10 muaj të tjerë Muçës. Kjo është e gjitha, domethënë. Okej. Një tjetër gjyq, domethënë, për Tiranën. Ti humbur, domethënë kosto financiare. Kjo është një vrim në detin e gjyqeve edhe të humbura nga tashmë nga Tirana, si pasojë ish administrimit. Jo se ju takon periudhës sujt drejtimit, po bën përshtypjen që Tirana është kaluar në shoqëri aksionere në qershorin e vitit kaluar. 2014. Dhe më vjen çudi që kur bëhet buxheti për vitin 2015, bashkia, duke qenë aksionere me 33%, paktën do të kishte detyrimin e kuotës së saj në ecurinë e skuadrës. Pse kjo kuotë nuk reflektohet në vitin 2015 dhe janë vetëm ato... Unë e thash, 3 milion lekë vjetra. 3 milion lekë vjetra për investime në stadium. Ky detyrim si i kërkohet? Për lojtarët, janë paguar. Detyrim ligjor. 2014. Absolutisht jo. Jo vetëm lojtarët. Jo vetëm lojtarët, më fal, me qenë pyetje. Jo vetëm lojtarët, por edhe administrata nuk është paguar. Nuk është paguar korrenti, nuk është paguar uji, nuk është paguar telefoni. Janë pabesueshme këto që them, po në statusin e drejtorit të klubit, po jo them dhe do ta besoj. Okej, themi shpesh titulli është një çështje midis Skënderbeut dhe Partizanit. Apo e quani dhe Tirana. 14 pikë janë të rekuperueshme? Do të jetë Tirana vallë, pa diskutim. Pa diskutim. Dhe këtë do të flasim prapë në fund të qershorit. Në fund të majit. Mirë. Gerti, kemi thënë që Kuksi ishte goxha i fortë në fushë të tij. Pse mendon që filloi të thye fillimisht nga Partizani, tani edhe nga Tirana? Unë vura kampanjë Kuks krejt ndryshe me prezencën e lojtarit Hasanit, Shkodranit Hasani. Më ka bërë përshtypje performancët e tij dhe në Vlorë dhe e klasifikoj nga futbollistët e nivelit më të lartë të futbollit tonë. Ndoshta mungesa e tij sot ishte goxha e ndjeshme. Ajo që më çudit te Kuksi është mënyra e interpretimit të lojës në fazën e ndërtimit. Shoh një mesfush të populluar, të vendosur mirë, por në fazën finale i shoh shumë apatik. Shoh lojtarë brazilianë që janë të vendosur, por thjesht bëjnë pasime statike. Pozicioni i Nikës, që shumë merë vendosësh horizontal me Limën, mendoj që ishte pozicioni i gabuar dhe mendoj gjithashtu që nuk është lojtar ideal për të bërë bashkësulmuesin me Limën. Nika është një lojtar krau që shumë bukur mund të pozicionohet në krah. Janë zgjedhje teknikëve, ata i ndinë edhe më mirë. Unë te Kuksi shoh një problem shumë të madh, problemin e organizimit. Është një skuadër që qëndron në Tiranë, stërvitet në Tiranë dhe shkojnë në Kuks vetëm një ditë para ndeshjes. Nëse Skënderbeu ka një qendër në Tropikal, në Durrës dhe ka ndeshje në Tiranë, është normale, ka ndeshje në Vlorë, është normale, zhvendoset nga Korça. Por që të ketë ndeshje në Korçë dhe të ri gjithë javën në Durrës, nuk ka sens, ata nuk e bëjnë asnjëherë, shkojnë. Kuksi më duket çudi, po? Kuksi kështu është krijuar, si nuk është problemi i sotëm. Mirë, po flasim që Kuksi pse nuk po arrin, pse nuk po fiton trofe dhe pse për mua si vjet rrezikon edhe Evropën. Pikërisht për. Se nëse Partizani, Skënderbeu nuk janë rastësisht aty ku janë.
Mos kalojmë tek ato në diskutimi, sepse janë të parat me drejtor sportiv, jo drejtor teknik, se mos më pëlqen fare ky termi drejtor teknik. Edhe bëri mirë dhe Kuksi që e hoqi fare, domethënë, sepse drejtori teknik ishte rrezik konstant i teknikut. Rinte edhe në bankinë, që teorikisht drejtor sportiv që i shohim janë të pozicionuar lart tribunë, që ka Skënderbeu dhe Partizani sot. Kuksi rin gjithë në Tiranë, pa një pikë grumullimi, di që nuk kanë asnjë në një hotel siç mund të ketë Partizani në Tiranë të grumbulluar që i mban gjithë javën. Një problem tjetër, ndoshta nuk e di, më ka bërë shumë përshtypje. Është një lojtar Jefferson mes fushës. Sistematikisht ndërohet në minutën e 60-65. Tani, çdo ndeshje. Ky lojtar, nëse ndërohet, një herë e pranojmë për arsye taktike, skuadra është dizavantazh, po vendosin një mesfushor ofensiv. Ndeshjen tjetër, po të ndërohet sistematikisht. Është njësoj si të ndërohet Karabeci të Tirana i Gjizbëvaki, mund ndodh në rast dëmtimi, apo Lila i tek Skënderbeu, lojtar kyç, një pozicion kyç të skuadrës. Vazhdon dhe i besohet prap nga fillimi. Duket pak e çuditshme, sepse kur alternativat i ke, njerëzit i ke që e zvendçon këtë lojtar, mund t'i besosh, mund ta ulësh në stol, t'i japësh një mësim. Shumë skuadra kanë bërë me lojtarë tyre. Partizani ka dhënë shembuj. Tirana e largoi fare një lojtar si Gilberto. Po shoh tash Maxi ti shoh më shumë në fazën sulmuese. Gerti na shpjego pak golin e Tiranës. Skema është. Kush ka gabuar këtu? Mici. Skema, nuk është ky goli. S'është ky gol. Jo. Ja, do na e bëj të mundur regjia. Kaq më gjatë sa Mici këtu. Kërceu, ne gjithmonë shikojmë kush gabon, nuk morëm parasysh aftësitë. Ta shikojmë golin. Do të na e bëj të mundur regjia. Ata janë skema që përdorin trajnerët. Nëse dhe Kuksi problemi është menaxhimi se sa. Pyetja ishte për gabimin e Kuksi. Problemi të Kuksi është menaxhimi. Jo. Po ti shikosh në kohën që doli kampion dhe një vit tjetër rivalizoi, ky vit është heq trajner, zëvendëzo trajner, ndro lojtar. Trajneri gjithmonë i ka heq sa fe. I ka heq. Ja, këtu e kemi golin. Ja, ku është goli? Ajo skem. Ai vodhi kohën aty, mbrojtësit? Jo, nuk është problemi, nuk është tani. S'ka faj asnjë nga Kuksi. Portieri ka faj. Ja, tani më fal se Si s'ka faj portieri. Ja ta sqaroj Gerti. Ta sqaroj. Apo jo. Ajo s'ka më gjatë ato. Ndoshta mund të ishte vosh. Ndoshta edhe mund të ishte Ja ta dëgjojmë Gerti, ta dëgjojmë. Çdo teknikë në goditje standarde, qoftë ofensive, defensive, cakton lojtarët që do të jenë në zonë. Mund të ishte vendosur një më gjatë, çfarë? Dhe jam i sigurt, Biles kam dëgjuar deklaratën e teknikut Lika, mas ndeshjes dhe ka thënë që nuk kanë rakorduar lojtarët me një tjetrin sepse s'duhet të ishte Mici lojtari që duhet markonte, sepse Karan dhe Muça janë më gjatë. I dinë të gjithë tash që janë rrezik në zonë. Është gabim totalisht i personit gabuar në atë moment, që është Mici në rasti konkret. Okej. Shqari, kë shikon në zonën e Europës, Tiranën apo Kuksin më shumë? Unë shikoj edhe Laçin në zonë e Europës. E po tani të tërë nuk futen të. Po jo, i shikoj. Se ke Teuta, të paktën deri tani Teuta, Tirana, Kuksi, Laçi që është 3 pikë pas Kuksit. Ne gjithë e kemi pranuar që Laçi ka skuadër të formuar, skuadër që i nxjerr probleme çdo kundërshtari, kështu që përderisa ka ikë vetëm gjysma e kampionatit, unë shikoj Laçin, shikoj Kuksin, shikoj Tiranën. Prita, bëra këtë pyetje që të jepi mendimin edhe për ndeshjen, midis Kuksit e Tiranës. Ja, Tirana është në rritje, pa diskutim edhe do t'japi më shumë, kurse për Kuksin, këmbanët e alarmit kanë rënë me kohë. E kemi thënë këtë rrezik që e kërcënon, që nga ndërrimi trajnerëve, mungesa, menaxhimi jo i mirë, dhe mbi të gjitha, Kuksi nuk ka ato ambicjet, më duket mua, që i ka pas në vite tjera kur ka qenë, është në kampion akoma, por nuk e ka atë shpirt edhe atë unitet ekipi, nuk luan ashtu si që ka pas lujt për para. Kuksi është bërë me Brazilian, me dhe me ka një loj
rifinitur, një lloj zbukurimi nga ana brazilianëve, por nuk janë ata që mund ta shpëtojnë. Si shkon për 7 kuksit. Nuk i shko për 7 kuksit. Mirë. Do të shkojmë tek raste e diskutueshme të kësaj ndeshje, po fillimisht është e vërtetë që Tirana ka kontestuar Pashajin? Jo. 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 Zyrtarisht jo, pastaj sot ishte hapur një gazetat më të mëdha sportive në vend. Në rrjetet sociale diskush i lirë që të, po diskush i lirë që të, po zyrtarisht ne nuk kemi pasur lloj proteste. Asnjë lloj. Absolutisht. Asnjë lloj shkresë në FSHF. Mirë. Kemi raste diskutueshme? 3 janë momentet në këtë takim ku arbitronte Bardyr Pashaj, Kolegiumi i Tiranës, për ndërkombëtari Pashaj. Në momenti i parë është një ndërhyrje e lojtarit me numër 4 të Kuksit, faul evident, por me njëherë lojtarët e Tiranës fillojnë lojën në një rinisje të shpejt lojës, por do të shohim që fillimi i lojës nuk bëhet në vendin atje ku shkaktohet faulli dhe me të drejtë me pak vonesë arbitri Pashaj rikthehet në vendin, pra respekton vendin e dur të atje ku shkaktua faulli. Janë disa momente të cilat këto të krijojnë mjaft polemika në lojën në qoftë se nuk do të jesh i vëmendshëm, megjithatë në këtë rast ka ndërhyr asistenti i cili ka tërhequr vëmendjen e arbitrit sepse mund të kishim edhe një gol të shënuar nga ana e ekipit Tiranës, por bashkëpunimi në këtë rast ishte i mirë midis asistentit dhe arbitrit. Po faulli është ka qenë vetëm tek vendi. Po, ekzekutimi se normalisht mund të fillojë lojë. Mund të fillojë pa bilbil. Loja mund të fillojë normal pa bilbil, vetëm se nuk ka qenë respektuar fillimi i... Ndryshim më pa i ka deshme në lusë, në ndryshim në lartësit më dhe nga veni s'kishtë. 30 cm pa ka? Jo, faulli është bërë aty ku është arbitri, ndërsa loja ka filluar shumë afër vijës së penaltisë. Pra është gati 2 metra distanca. Faulli, momenti tjetër, shkojmë te rasti tjetër, është një rast i cili pretendohet për penalti, po do të shohim që dora është ngjitur me trupin, pra është në një pozicion jo natyral, por është super natyral. Pra me të drejtë arbitri nuk ndëshkon këtë lloj prekje topit me dorë me penalti. Kemi vazhdim të lojë. Kemi autorën e golit, Gentian Muçën. Dora është totalisht pjesë e trupit në këtë moment. Momenti i fundit, momenti i tretë është një pretendim gjithashtu nga ana e Nikës, i cili rrëzohet në zonë, po do të shohim që Nika fillon dhe bën përkuljen e trupit përpara kontaktit me lojtarin e Tiranës, rast i cili edhe në stadium absolutisht nuk është parë si një moment për dhënie penalti dhe me drejt nga ana e asistentit dhe arbitrit, po arbitri ka pamjen shumë të mirë, kemi të bëjmë me vazhdimin e lojës. Pa këto janë rastet, këto ishin 3 rastet. Mirë, zoti Sheri, me që është mbyllur pra gjysma e kampionatit, vjen merkato e janarit. Mund na zbuloni ndonjë emër që mund të keni piketuar, në çfarë partesh do ndërhyni, përveç sulmit që është emergjent? Ne nuk dëshirojmë që t'i bëjmë publike tratativat që bëjmë me futbollistë, por po punohet sipas kërkesave të trajnerit. Pra ka një strategji të tillë, që trajneri thotë du një sulmues, një mesfushor, një mbrojtës kudion, flas shumë përgjithësia, nuk po i përcaktoj, mos i merrni sikur po kërkojmë mbrojtës, mesfushor dhe sulmues, dhe personat e caktuar po merren për gjetjen e futbollistëve. Jemi në hapot e fundit të mbylljes së marrëveshjeve dhe shumë shpejt do shikoni futbollistë shumë cilësor këtë Tirana. Dhe si pasojë këtyre prurjeve, këtyre boshllëqeve që mund të kemi në ekip, është evidente që kemi probleme me shënimin e golit. Atëherë do të realizojmë pse edhe preventimin që thashë shpejt. Mendoj një fizioterapist të mirë të keni. Sepse po t'i rikuperon lojtarët që janë të vetëm fizioterapistin, për shumë, por Skënderbeu Partizani me përmendje që ka një hotel, Tirana kur do ta ketë shtëpinë e saj? Tirana do ta ketë shtëpinë e saj shumë shpejt ke Skënder Halili. Është gati projekti. Fjala e bashkisë është dhënë që do të miratohet. Në pjesën veriore të kompleksit Skënder Halili do të bëhet një ndërtesë, hotel edhe polifunksional me fjalë për ekipin. Mund të përfundoj për 1 apo 2 vjet, sa do dojë koha fizike. Për të zbuluar, unë emër nuk di, po di që madje kontakti kam pasur me presidentin e Tiranës, është shkuar deri aty sa janë prerë dhe biletat për futbollistët që do vinë. Janë super konkret. Po ti thuaj mirë. Javën nuk janë prerë biletat, nuk janë prerë. Mirë. Javën e kaluar përveç kritikave për barazimin, ka patur kritika edhe për menaxhimin e klubit. Për biletat.
për shitjen e biletave. Si ishte Selman Stërmasi Bosch në ndeshjen kundër Vllaznis? Ndeshjen kundër Vllaznis, Selman Stërmasi ishte Bosch sepse ishte orari krejtësisht i papërshtatshëm, ora 1 e drekës. Kjo është e padiskutueshme, sepse ajo puna e menaxhimit pastaj është sipas si ta gjykojnë njerëzit. Njerëzit në fakt erdhën siç e kanë zakon 10 minuta qerekore para ndeshjes për të prerë biletat, pati një farë trysnie të vogël, por gjithsesi ai që dojtë më ardh në stadium, erdhi e preu biletat dhe u fut. Qoftë edhe 5 minuta me vonesë. Kjo është edhe si pasojë e po themi mungesës së eksperiencës tonë në organizimin e një ndeshje. Kemi vendosur që të shtojmë sportelet. Ne tashti kemi një menaxhim të tillë të biletave që i presim online, janë me element sigurie që mos ketë abuzime. Kemi instaluar në stadium edhe portat elektronike të çekimit të biletave, pra nuk mund të ketë më futje kështu sipas shefit. Edhe ai fakti që Urdhë? Çmimet janë do pak të larta? Po tash ta kesh karshin 400 lekë për karshi. 400 lekë. 4000 lekë vjetra. Ajo pakësia. Pse me Korçën ishte 300 lekë? Për këtë. Po, me Korçën ishte 300 lekë sepse ishte ndeshja parë këtu luhet stadiumi, në stadium. Edhe testuam. Skonto për inaugurim. Testuam që ma për të rast Skënderbeu. Mendohem që po edhe kjo mund të ishte që të kërkojmë frikë Skënderbeu, por nuk e rrafni. Ju nëse merrni një sumus të mirë, bëni një blerje 2 fish sepse poziciononi Bakajn në pozicionin e tij natyral dhe do të jetë lojtari që do të Nëse këto janë çështje që si trajneri që unë përfitoj nga rasti të them që ajo është blerja jo më e mirë e këtij kampionati. Nuk e dështojmë dhe ne jemi merkato më e mirë Tiranës. Edhe jemi në koherencë me ju. Po gjithsesi, nëse nuk gjeni sulmuesin, një sugjerim po jap unë. Me që tekniku Daja përdor lojë ngjyrësi në thellësi e prek fundoren, Gent Muça për shumë mund ta bëj shumë mirë. Sulmuesin. Ja sugjerim. Inshallah kanë gjuhë. Mirë, në rregull. Mirë, shkojmë pak tek Laçi. Atëherë, Afrim, sezonin e kaluar Laçi pjesën e dytë të kampionatit e kishte më të mirë. Mund të ndodhë njësoj edhe këtë vit? Po, besoj se po. Laçi duket sikur ka rritje nga Laçi ka Boshtin, ka dhe lojtarët. Ndoshta u mësua edhe në atë pjesëmarrjen në UEFA mbas shumë viteve. Lek ka. Nuk është se është në diçka që nuk mund të arrijë. Dhe nëse do ketë në merkato, se ne po flasim për merkato tani, se kush lojtar do blihet, të gjithë trajnerët dhe të gjithë presidentët do marrin. Problemi është se këtë do marrin. Nëse do marrin lojtarë tuaj, janë gjithë nën kontratë dhe është pak vështirë. Janë këta lojtarë domosdoshëm për të ekip, është nevojshëm ai për të trajner. Nëse zoti Sheri tha që ne kemi lënë dorë, çdo gjë kemi lënë trajnerit. Është e vërtet që edhe presidenti Laçit ja ka lënë trajnerit që për minimum është një nga trajnerët më të mirë në Shqipëri. Laçi ka dhënë që edhe vitin që kaloi pati një moment rënje, pati pastaj prap ngritje. Kështu që nuk është çudi që të shkoj prap në pozitat e konkurrencës për vendet e Europës, edhe pse duket lart. Mos edhe me ardhen e atij lojtar që ka qenë dëmtuar, Cvetkovic. Shumë lojtarë si Mirë, Neri, sot në Panorama Sport ishte një lajm që James do të jetë pasuesi i Ulaingës tek Skënderbeu. Megjithëse ka patur një deklaratë në fakt nga klubi i Skënderbeut që nuk do të kërkojë lojtar në superiore. Jo, kam lexuar krejt kundër që do ketë lojtar nga superiore. Do ketë lojtar nga superiore. Dhe në kushtet e Skënderbeut, me financat e Skënderbeut nuk është një problem. Po ka shanse ta marrë, mund ta lëshoj Laçi James? Po ta paguaj. Paraja në qoftë se një futbollist, domethënë jashtë termave që s'kam qenë në Partizani këtyre shifrave. Në kufit, them maksimal në Shqipëri, shkon deri ke 70.000 euro. Me rast shumë. Kur ti inkason gati 1 milion euro, nuk e ke problem që të blesh sulmuesi më të mirë kampionatit 200.000 euro. Dhe për 200.000 euro besoj që Laçi kapitullon. Renato, dini gjë ju si klub? Sa di unë dëshirë e hershme është Skënderbeut, por që lojtarët kanë qenë kontrata dhe besoj që duhet merren vesh klub me klub, duhet bëjnë dakord. Në momentin që lojtari është kontratë, duhet ketë transfer. Normalisht klubi Skënderbeut bën që të shpenzoj për transferin. Po mirë, parati ka tani Skënderbeu, kështu që mund t'ja lejoj vetes edhe Jamesin. Nigerianët e ardhur si janë? Keni parë stërvitje? Ata janë stërvit faktikisht vetëm 1 ditë me ne, janë lojtarë të rinë mos, sigurisht që dunë kohë që të përshtaten edhe me ekipin edhe me Skënderbeu. Po të shikojmë vazhdim, besoj që do jetë
drejtuesit ato që gjë, derisa po e tjerë përgjigjen. Unë s'mund t'jap përgjigje për ditë, sepse edhe atë ditë që kemi bërë stërvitje, kemi qenë 2 ditë para neshës, 2 ditë para neshës. Ti e di shumë mirë, një që konstrukt sportisti me mbajtje topit, një veprim teknik. Janë lojtarë nga 18 vjeç, nga 17 vjeç, kështu që nuk është. Mos na vëmë në pozitë vështirë Renaton. Sharri ka fituar edhe Vllaznia. Dhe është ngjitur, kalon Bylisin dhe Tërbunin poshtë. Pra 3 pikë vërtet shumë të rëndësishme sot. Kjo tregon atë që tha Afrimi, që Vllaznia me Flamurtarin, sikur po e projektojnë qëndrimin kategori superiore, dhe rreziku është për Bylisin edhe për Tërbunin. Por unë them, me aq diferencë të vogël që kanë, e rëndësishme është sa do të vazhdojnë këte ecuri pozitive. Po për pikët janë të rrezikuar edhe Vllaznia dhe Flamurtari. Pra ne kur më pyetët për Evropën, unë thash Laçi e deri tek Teuta e treta janë gjithë në luftë, ndërsa për 3 nga kategoria e ndeshë Vllaznin, pa çka është inkurajuese dhe duhet parë me optimizëm paraqitja e Vllaznis, aq më tepër e Flamurtarit, që thash ka bërë ndeshjen më të bukur. Okej. Gerti, flasim për merkato, për brazilian, për nigerian, për Heraldo Çinari. Me thash në fillim, unë jam i skuadra si Vllaznia, Flamurtari, në momenti që nuk ke synime në Europë. Nuk e shoh të përsyeshme të shpenzojnë shifra për lojtarë të huaj. Aq më tepër që kanë rezultuar kanë dështime. E para një problemi gjuhës, komunikimi. Unë jam kurioz, do të ditë të Kuksi si komunikojnë tani që trajneri nuk është brazilian, por është shqiptar, edhe braziliani nuk është më. Te Flamurtari kishte një gjë dëgjohet pasën të televizion që i thot go. Kush e thot? O fjalë ndërkombëtare. Ja thot Dura. Te Flamurtari kishim një konglomerat të nacionalitetesh. Po, aty kishim shumë kombësh. Tani është qartësuar gjëja dhe ne dim shumë mirë në futboll, pjesa e motivimit është nga më kryesorët bashkë me anën teknike. Dhe komunikimi është baza. Besoj që lojtar duhet jenë politika, jo kazualitete, se Flamurtari sot u larguan ata dhe po aktivizojnë vlonjat. Që unë, jo se jam lokaliste, kam thënë... Po edhe Vllaznia i ta gjë, sepse përmendet një emër tjetër. Më fal, do të them diçka për Bylisin. E kisha parashikuar humbjen e Bylisit që kur doli deklarata e zëvendësimit teknikut. Nuk është e drejtë dhe korrekte që caktohet një ditë para apo 2 ditë para që u emërua trajneri tjetër. Mund të prisin shumë mirë dhe një të mbaronte kjo ndeshje dhe ta bëni publike. Dhe tjetër gjë nuk ja ul vlerat as pak profesor Nicës, sepse është një teknik njohës i mirë futbollit shqiptar. Por ishin 2 çuna të rinj. Të 2 prodhimit vendas pa çuk. Ish futbollist thjeshtësor, njerëz model në qytet, rezultate të mira dhe nuk e shikoj pse duhesh bërë kjo lëvizje. Gjithsesi janë zgjedhje teknike tyre. Mirë. Shkojmë te rastet e diskutueshme, të mbetura. Sokol, çfarë kemi? 2 ndeshjet e fundit. Laçi me Tërbunin, një arbitër nga po i Kolegjiumit Tiranës, Edvaldo Dyrmishi. Rasti i parë është një moment në zonën e Tërbunit, ku për fatin e mirë dhe të keq arbitri është shumë afër këtij incidenti, do të shohim që është një gabim nga ana e lojtarit të Tërbunit, i cili shtyn lojtarin e Laçit, pra James, por gabimi nga ana e arbitrit tuaj se arbitri është totalisht i fokusuar tek topi dhe nuk shef pjesën e sipër më bukur nga Raçi. Pra nuk shef lëvizjen e lojtarit të Tërbunit, pra shtytjen që i jep lojtarit Laçit. Pra është një penallti e munguar. Një penallti e munguar në këtë rast. Okej. Shkojmë tek rasti tjetër. Rasti tjetër është një karton i kuq. Përsëri kemi një ndërhyrje ndaj Jamesit, një karton i kuq i dhënë me të drejtë, sepse Jamesit në këtë rast i hiqet mundësia e shënimit golit. Shohim që Jamesi është totalisht me topin zotrim, pra që shkon drejt portës dhe me të drejtë arbitri ndërshkon para mbrojtësi me numër 4, faulli është i evident me kartonin e kuq. Rasti i tretë. Po Jamesi vetë nuk ka bërë faull tek ai momenti? Që ka peshuar
Jo, po të qovë është Gjemësi është totalisht drejt, në qofë se e këthen regjia dhe njerë. Rasti tretë është penaltia, evidente është edhe fauli në rastin e penaltis, pra do të qovim Gjemësi është drejt asë bën asë një lloj veprimi. Pra dhe në të rast veprimi i arbitrit pra ishte i sakt dhe në rastin e penaltis, penaltia është më se sakt nga ana e arbitrit. Këto janë rastet për ndeshjen Laçi Tërbuni. Në ndeshjen Vllaznia me Bylis. Momenti i parë është përsëri një prekje me dorë nga ana e lojtarëve të Ballçit, të Bylisit, po do të shohim një dorë edhe në këtë moment është në pozicion natyral, pra nuk kemi të prekje të topit me dorë qëllimshëm. Dhe me drejt arbitri Jorgji, pra në këtë ndeshje ka qenë Jorgji kolegjiumit të Elbasanit, ka lejuar vazhdimin e lojës, pra është i njëjti rast, dhe rasti tjetër është një ndërhyrje e lojtarit të Ballçit, të Bylis, pra që ndëshkohet me kartonin e dytë të verdhë dhe automatikisht me kartonin e kuq. Në këtë ndeshje është anulluar edhe një gol, por për të qenë sinqert pamjet tona nuk ishin të sakta për dhënë një vendimarrje të saktë nëse kemi të bëjmë në pozicion offside apo jo. Pra ky është momenti ku lojtari i Bylit shënon gol, por nga pamjet që ne kemi nuk mund të japin dot verdiktin final nëse kemi të bëjmë në pozicion offside apo jo. Okej. Kto ishin rastet? Kto ishin rastet pra për ndeshjet e sotme. Mirë, ndërkohë që Skënderbeu shkon në Spanjë për fazë përgatitore, madje luksoze, Zojsheri, Tirana ku shkon? Nuk e kemi përcaktuar akoma se ku do të shkojmë. Mysberisht. Shpresojmë që do të krijojmë kushtet sa më komode për ekipin për fazën përgatitore. Nuk është përcaktuar akoma vendi. Kemi 2-3 variante. Okej. Ne kemi mbritur në fund të kësaj mbrëmje sportive të fundit për këtë vit. Unë dëshiroj të falenderoj zotin Sheri që ishte me ne. Renato dhe njerë shumë faleminderit për sakrificën që ke bërë sonte. Faleminderit dhe Afrim Toles. Sigurisht faleminderit Sharrit dhe Gertit dhe Mnerit. Dhe dyherë faleminderit Sokoli Aresit që herën e kaluar harrova ta përshëndes. Faleminderit për bashkëpunimin për këtë vit, po sigurisht që do të jemi përsëri vitin e ardhshëm. Ne do të kthehemi përsëri në janar, por jemi në fund të një le të themi viti të një pune të bërë me shumë pasion, me shumë dashuri dhe sigurisht që bëhen dhe falenderime. Në këto momente do më falësh Fatmir, po s'kam që bëj. Jo, do më thënë s'kemi merkato. Jo, nuk kam merkato që të ndroj qetë. Mirë, dëshiroj të falenderoj kolegët, Enos Karço, Alban Hasani, Dëfrim Metasani, se nuk dua të harroj asnjë, Erkan Qutra, Kristo Thoma, Erga Kruja dhe Shpëtim Gjoshi dhe sigurisht edhe drejtorin e departamentit Pano Gjigjo, regjizorin Enson Mula, të gjithë operatorët, kameramanët, montazhierët, grimierët dhe të gjithë atë staf që punon për të përgatitur rubrikën sportive. Ne do të kthehemi përsëri në janar, deri atëherë festa sa më të mbara, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Mirupafshim.